kur dy njerëz që duan të sillin në jetë një fëmijë dhe po planifikojnë një fëmijë. Por në pemën gjenetike në njërin nga brezat X ata e dinë që kanë pasur rast familjar në fis, edhe truan, kanë sigurisht shqetësime dhe pasiguritë e tyre. I ka instrumentat gjenetika për të bërë një test për të parë probabilitetin e rastit përsëritur? Patjetër që po, ne ofrojmë profilin gjenetik të dy prindërve për të parë se sa gjasa kemi ose sa është probabiliteti që të kemi një fëmijë i cili mund të përfshihet në sindroma të ndryshme gjenetike. Këtu Alketa ka diçka hyjnore në cilën jemi përballë prindërve që dhe pse probabiliteti apo risku është shumë i madh në sajt analizës gjenetike për të pasur një fëmijë me problematika të tilla, vazhdojnë përpara dhe shkencën e kanë hedhur poshtë. Çka do të thotë? Ka qenë një fëmijë dhe është një fëmijë shumë i shëndetshëm. Po rasti kur kanë një fëmijë të parë me çrregullim të spektrit autik dhe duan të sillin në jetë një fëmijë të dytë. Si janë probabilitetet apo do të thotë? Risku qëndron gjithmonë, qëndron dhe tek ata të cilët nuk kanë as një fëmijë të diagnostikuar dhe as edhe një të afërm të diagnostikuar. Por është vetë gjenetika e cila le të themi ajo që jep sigurinë e parë me anë të profilit gjenetik që duhet bëjnë të dy prindrit për të kuptuar që do përballen me këtë lloj gjëje apo jo. Por, siç e thash edhe më parë, gjenetika nuk mund ta përcaktojë 100% këtë gjë. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.